Vajza 9 vjeçe që takon disa tipa të çuditshëm që ne i quajmë alien. E dëgjuat mirë. Tani do t'ju tregoj për ditarin e një vajze 9 vjeçe dhe se çfarë ajo e jema e saj zbuloi në këtë ditar. Dhe pastaj shkoi direkt tek psikologët. Kush është rastisht, si gjithmonë di bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Ishte viti 2005. Një vajzë 9 vjeçe shkruante në ditarin e saj disa gjëra të çuditshme. Ema nuk e kishte lexuar, sepse vajzat, si gjithmonë, kishte një kyç të vogël që i kishte bërë ditarit, siç e bëjnë këtu, jo se nuk mund ta hapte dot Ema, por nuk mund ta mendonte kurrë se çfarë kishte ai ditar brenda. Dhe teksa një mbrëmje ishin pranë tavolinës që po hanin, nga krahu i djathtë i saj ishte Jati dhe i tha, e përqafoi dhe i tha, gjumë të ëmbël, bia ime. Ajo filloi mbushi syt me lot. Dhe nga ai moment u shtangën të dy, burrë e grua, dhe thanë çfarë ka ndodhur. E përqafoi se ai mendoi se ishte vetëm thjesht një nostalgji e të bijës, por Ema diçka kishte kuptuar. Dhe me njerë nuk e pyeti aty për aty, Ema, por i tha, sonte tha, do fle pranë teje, i tha Ema. Ju afrua te krevati e filloi që ta ledhatonte dhe i tha, çfarë ke? Asgjë mama. Dhe fjeti gjumë. Ema, pasi e zuri gjumi, shkoi dhe mori ditarin e saj, sepse pa dyshim në ditar duhet kishte diçka. 100% e sigurt, Ema, që aty në ditar mund të gjente në një djalë që ajo mund të ishte dashuruar me një djalë të moshatarët e saj. Por nuk gjeti asgjë. Gjeti vetëm diçka. Një shkrim i gjatë, po thuaj 13 faqe, ku tregonte për disa tipa që i vinin në gjumë natën. Dhe qarja e asaj vajze ishte pikërisht ky problemi, sepse ajo e dinte që atë mbrëmje ata do shkonin që t'i bënin vizitë. Ajo i tregon këta tipat rreth 1:50 të gjatë, nuk ka parë kurrë, nuk ishte parë në për filma, nuk ishte parë, kishte lexuar libra të tilla, por nuk ishte dëgjuar. Ndoshta thuhet ndonjëherë alienët, por kurrë nuk ishte, flasim për vitin 2005. Por kurrë që ta shpjegonte paraqitjen e tyre në mënyrë kaq eksakte. Ajo tregonte që në shkrimin e saj, që janë pa flok, vetëm 2 gropa hunde, sy të mëdhenj dhe të kthyer si mace, shumë të mëdhenj, koka e madhe, zverku i vogël dhe gjymtyrët, pra duart, krahët e gjatë, me gishta të mëdhenj dhe të gjatë. Dhe këta, sipas shkrimit që thoshte vajza, me anë të mendjes i flasin, dhe me anë të mendjes e ngren në ajër, dhe me anë të mendjes mund të spostojnë kudo qoftë, jo vetëm në këtë botë, por edhe në për univers. Tani, se ku e gjen fantazin një vajzë 9 vjeçare për të treguar një gjë të tillë, askush nuk e di. Por prisi sepse ka surpriza. Ema u pezmatua dhe u friksua kaq shumë sa që atë natën vonë, merr të vllajën e saj në telefon. Dhe i shpjegon faktin se çfarë kishte gjetur në ditar. Dhe vllai ka një shokun e tij, psikolog, dhe e çoi tek psikologu. Mirë po, gabimi i madh, si gjithmonë, psikologët që nuk janë brenda këtyre fushave, padyshim, menjëherë ai e klasifikoi që vajza është çmendur, sepse vajza ka halucinacione. Problemi i kësaj historie është që në të gjitha detajet që ajo ka bërë, pra që ka shkruar vajza, janë eksakte. Mënyra se si ata kontaktojnë, pra tipat, çfarë veshin, që janë me një veshje me një tuta, formë tute, të ngjitur pas trupit, ngjyrë gri, dhe ata janë ngjyrë gri, dhe se çfarë i thonë. Ata i thonë që shiko, ne jemi të mirë, në qoftë se do prezantohen ata të tjerët që janë si gjarpërinj, leri ata, sepse ata janë të këqinj,
ata duan që të marrin shpirtin, kurse ne jemi ata të mirët, ne duam që të ndihmojmë. Pra të njëjtat fjalë eksakte si bëjnë edhe me që këta tipat me ata që rëmbejnë. Kaluan 4-5 muaj dhe filluan me fjalë bërën një listë që t'i bëni një terapi vajzës. Dhe për fat të vajzës, nëna e saj foli me një shoqe. Dhe shoqja i tha, shiko, tha, se njoh, tha, një psikolog, tha, që merret me këto gjëra, tha, dhe unë tha, do ta tip, po jo se tani kemi psikologun aty, kemi folur dhe duhet i japim disa pastikë. Bëj kështu, tha, ty nuk të kushton asgjë, mos shko vetëm tek njëri, shko në 2, 3, 4, 5 dhe pastaj sigurohu, sepse është vajza jote. Çfarëdo gjë që të bëj sot, ajo do të ndryshojë jetën e saj për gjithmonë. Ashtu bëri. Nëna e saj mori në telefon këtë psikologun dhe psikologu i tha urgjent, mos jepni asgjë, vetëm takohemi, tha. Pastaj ti vendos bëj ç'të duash. U takuan. Dhe psikologu e sugjeroi që të bënte hipnozë regresive. Hipnoza regresive, për ata që nuk e din, është e vetmja metodë që mund të zbulosh shpirtin e njeriut, ose energjinë e njeriut, ose memorien e njeriut, më mirë, më falni, memorien e njeriut, se çfarë ka ndodhur me këtë memorie ndër vite. Dhe kështu bëri, bën hipnozë regresive, pas disa muajsh, kur filloi që të fliste në hipnozë regresive, sepse flet në vetë të tretë, qofse e dini këtë, dhe nën e jema së bashku me babajnë e saj që ishin aty prezent, që dëgjonin këto kontaktet, pra që ajo kishte, sepse tregoi të gjitha kontaktet që kishte patur me këto tipa. Dhe nuk ishte vetëm një, po ishin 3-4 prej tyre, dhe ndër vite mendohet që kur ka qenë e vogël. Tani, mendohet që, sepse ajo shkoi deri kur ishte 5 vjeçë, pra brenda 4 viteve. Por, çudia e kësaj historie është që ata gjurmojnë një grup gjaku të veçantë dhe RH negativ, kryesisht, pastaj edhe të tjerë. Dhe mendohesh që kjo mund të kishte një RH negativ, por kur e zbuluan, kjo ka AB pozitiv. Dhe s'ka lidhje fare me gjëra, dhe nuk e kuptojnë këta që pse, me fjalë edhe vetë psikologu, nuk e kupton që pse pikërisht kjo vajzë. Dhe i kërkuan të ëmës, ai kërkoi nënës së saj që të bënte edhe kjo, hipnozë regresive, që të shikonin nëse kishte diçka dhe nëna e saj. Dhe për çudi, nëna nuk kishte asgjë. Pra nuk kishte, sepse zakonisht kush thuhet që këta tipat gjurmojnë jo vetëm grupin e gjakut, por edhe ADN-n. I ati, që ishte prezent gjithmonë në këto takime, tha, do ta bëj dhe unë, tha, një test, pse mos ta bëj unë. Dhe bëri testin i ati. Dhe dolën disa gjëra maramëndse. I ati që kur ka qenë i vogël, ka qenë gjithmonë i rrëmbyer nga tipat. Dhe as që nuk e dinte fare, as që nuk e kishte iden. Dhe kromozomet më të shumta, me fjalë gjurmët më të shumta të ADN-s janë të atit, tek e bija. Ndaj dhe tipat kanë shkuar tek e bija. Tani, kjo histori është bëhet akoma më mistike kur dhe një shoqe e saj, që nuk ishte shoqe e saj, por është një bashk moshatare e saj, u gjendën në këtë klinik, me fjalë tek ky psikolog, duke folur së bashku, pra vajza, që atëherë ishte 10 vjeçe, së bashku me këtë shoqen e saj. Dhe tregonin për gjëra të ndryshme, sepse shoqja e saj edhe ajo tregoi që pak më madhe, me fjalë ishte 12-13 vjeçe, tregonte që edhe kjo kishte kontakte me tipat. Pra kishte kohë që shkonte tek psikologu dhe ai bënte hipnozë regresive për ta nxjerrë, sepse duhet të dini që nga momenti që del sekreti që zbulohet nga njerëzit, ata reduktojnë kontaktet, pra tipat, ose nuk shkojnë më. Zakonisht i reduktojnë, sepse vazhdojnë që të shkojnë, por shumë rrallë, por të paktën e lën rehat. Dhe kjo vajza, kjo 12-13 vjeçarja, duke folur me këtë vajzën 10 vjeçare, merreni me mend. Teksa flisin bashk, kishin parë të njëjtën ëndër. Po, të njëjtin ëndër që ishin në një dhomë komplet
gri, ajo dhoma, me tavolina gri, nuk kishte asnjë vend ku të uleshe, vetëm tavolina, dhe në çdo tavolin kishte disa fëmijë ashtu siç dhe ata. Dhe në tavolinën për bri ishin të dyja këto gocat. Pra, kishte disa tipa që endeshin lart e poshtë, 1,5 metër të gjatë, me tuta gri, me sy të mëdhenj, me 2 gropa në hund, jo hund, dhe pa flok, normal, komplet tullac, dhe me një gojë të vogël, dhe këta u flasin me telepati në ëndër. Dhe këto dy vajza janë pikërisht afër njëra tjetrës. Kur u bë hipnoza regresive për këtë situatë, pikërisht tek ai segmenti i memorjes, kuptuan që këto, përveç se ishin rrëmbyer disa herë, por në disa raste ishin gjendur bashk në një vend që nuk dihet se ku. Pra në një laborator. Tani se çfarë u bëjnë në atë laborator dhe çfarë duke i shtrirë kështu në një, si thash, tavolinë metalike, në këto sipër këtyre tavolinave vjen këta fëmijë, tani se çfarë u bëhet aty nuk dihet. Por kjo është historia që ka treguar vajza ndër vite dhe çfarë ka dalë nga hipnoza regresive të këtyre vajzave dhe kësaj vajze 9 vjeçe. Ju këshilloj që me një fjalë që të shikoni nëpër familjet tuaja, sepse pa dyshim ka zakonisht këto ndodhin në disa vende duke filluar, jo sepse në vendet e zhvilluara, sepse ka më shumë fakte në vendet e zhvilluara, për shembull Itali, Gjermani, Zvicër, Amerikë, etj, Angli, sepse mendohet që zhvillimi i njerëzimit është bërë pikërisht nga këto modifikime që bëjnë këta tipa modifikime të ADN-s edhe të impulseve cerebrale. Dhe mendohet që kjo ka bërë zhvillimin në këto vendet e zhvilluara. Dhe kanë qenë pikërisht disa nga këta që kanë ndër vite, pra këta tipa që kanë bërë zhvillimin e njeriut duke i dhënë informacione për të ndryshme në çdo cep të jetës për të zhvilluar mendjen e njeriut, dhe kjo nënvizon që në vendet e zhvilluara ka më shumë fakte të këtyre kontakteve. Por e përsëris edhe një herë, në të gjithë botën, nuk ka vende në të gjithë botën, sipas psikologut, jo vetëm ky, por të gjithë psikologëve që bëjnë hipnozë regresive, jo vetëm në vendet e zhvilluara, por, siç më thotë edhe miku im, Gennaro Pepe, doktor Gennaro Pepe, thotë që, shiko, po të shikoni nëpër familjet tuaja, pa dyshim, njëri nga pjesëtarët e familjes është ka patur halucinacione ose kontakte me një dimension ose me një botë tjetër. E pa diskutuar, ose nëpërmjet ëndrave, ose nëpërmjet kontakteve dimensionale. Madje ndonjëherë edhe fizike, pra drejt për drejt, nga këto qenie. Ndaj, ju këshilloj që të shikoni brenda familjeve tuaja, pranë shokëve, miqve, kushërinjve, motrave, vëllezërve, fëmijëve, se dikush nga ata, pa dyshim, ka diçka të veçantë. Zakonisht janë ata që quhen delja e zezë, ata që janë ndryshe, sepse kanë një zhvillim ndryshe nga pjesa tjetër e familjes. Dhe kjo ndodh, pothuaj, janë hibrid, si mund të quhet, që ndryshojnë rrjedhën e historisë, jo vetëm personale, por edhe të familjes. Kështu që për sa i përket vajzës që shkruante në ditarin e saj të tipave dhe çfarë i thoshin tipat, siç u thash, që i vizatonte dhe në mënyrë perfekte, ashtu siç ne i quajmë alien, kjo ndoshta një ditë do bëhet publike, sepse nuk mund ta them, por nëse do vendos kjo vajzë, sepse sot le themi është e madhe, nëse do vendos një ditë që ta bëj publike, unë them se shumë të tjerë do marrin shkak që edhe ata të flasin për argumente të tilla. Kalofsh një ditë bukur.